Përshëndetje miq të nderuar. Sonte do të flas për njërin prej temave më interesante, më intriguese, më kontroverse dhe kundërthënëse për nga përmbajtja e saj. Dorën në zemër e konsideroj temën më të kërkuar prej meje, nga ana e juaj prej se kam filluar të bëj video. Po them është tema më e kërkuar duke u bazuar në statistikat e statusit tim të djeshëm, kur paralajmërova se do të flas për temën në fjalë. Mbi 500.000 shikime dhe lexime brenda 24 orëve, mbi 1200 pëlqime, qindra komente dhe dhjetra mesazhe dhe telefonata duke u kërkuar nga unë që ta bëj sa më shpejt. Unë i di raportet e ngjizura historike të kombit shqiptar me kombin turk. E di edhe interesimin tuaj për Turqinë dhe për temat të cilat zakonisht i bëj. Por, t'ju them të vërtetën, nuk ma ka marrë mendja se kjo temë do të zgjoj kaq shumë kërshërinë dhe interesimin tuaj. Tema e sonte pra është për Mustafa Kemal Pash Ataturkun. Dhe po e filloj me një herë. Kush është në fakt Mustafa Kemal Ataturku? Kriminal, vrasës, despot, diktator, rënues i thesarit kulturor dhe qytetërimor islam, rënues i halifatit islam, përjedhoj dushman dhe armik i islamit, i muslimanve dhe i kombit turk, siç thonë dhe pretendojnë shtresat të tëra muslimanësh konservator. Jo vetëm brenda Turqisë, por në gjithë botën islame, mbase edhe tek ne shqiptarët, apo ishte reformatori briljant, komandanti legjendar, vizionari i pashoq, krijuesi i Turqisë moderne dhe i dërguari i Zotit për ta shpëtuar kombin turk, siç e përshkruajnë sekularistët, laikët, islamofobët dhe pro-evropianët brenda Turqisë, gjithandej nëpër botë, pra edhe tek ne shqiptarët. Mustafa Kemal Pash Ataturku është padyshim figura më e debatuar turke në Turqi dhe ndër më të debatuarit jo vetëm në botën islame, por në përgjithësi në botë. Ai është themeluesi i Turqisë moderne. Ishte komandanti ushtarak në luftën e pavarësisë 1919-1922, ishte kryetari i parë i Turqisë dhe arkitekti i shumë reformave politike, ligjore, gjuhësore dhe kulturore turke. Interpretimet rreth tij, mbajeni mend, interpretimet rreth tij ndryshojnë shumë njëra prej tjetrës. Disa e shohin pra si krijues i modernizmit dhe stabilitetit të Turqisë, e të tjerët, si që dëgjuat pak më parë, e cilësojnë si një autoritar, si një diktator, si një despot dhe gjakperës, i cili shkatroi institucionet identitare, fetare dhe kulturore të kombit turk. Një gjë do ta dim dhe ta themi që në fillim. Koha kur jetoi dhe veproi Ataturku ishte tepër e ndjeshme. Andaj, çdo gjë që lidhet me të dhe me atë periudhë është e debatueshme. Ai përkrahet ose kritikohet kryesisht nga dy perspektiva. Dhe që të dyja, si që dëgjuat në fillim, janë kryesisht dhe kryekpot ideologjike. Sekularistët e shohin themelues dhe shpëtues i kombit turk modern
ndërsa islamistët e portretizojnë si shkatrues i traditave osmane, fetare, islame, kulturore, qytetrimore. Sikur që ndodh vazhdimisht, kur flitet për personalitetet të tilla, edhe tek rasti i Ataturkut janë të ndara dy taboret kryesore. Ata të cilët flasin për pa përzgjedhur fjalë dhe ata të cilët e kundërshtojnë ashpër pa përzgjedhur fjalë. Megjithatë, këto para kësaj kamere unë, si një shqiptar i liruar krejtësisht nga hipotekat ideologjike, fetare, e të interesave të tjera që do të më detyronin të them atë për hatër të dikujt apo për inatit të dikujt tjetër, shikuar pra nga perspektiva analitike, objektive e një studiuesi që për një kohë të gjatë merret me atë pjesë të botës, shoh se figura e Kemal Ataturkut është tepër komplekse. As nuk mund t'i thuash hero absolut e as një tiran absolut, sepse jetoi në një periudhë kur shteti Osman ishte buz kolapsit historik dhe që pas pak vitesh do të kapituloj në mënyrën më të dhimbshme dhe më të shëmtuar. Reformat e Mustafa Kemal Ataturkut, të rënda dhe shpesh autoritare, i dhanë Turqisë një identitet modern, e bën një shtet të qëndrueshëm me një orientim perëndimor, por me fatura tepër të shtrejta. Kritikat e islamistëve, si dhe në anën tjetër glorifikimet e sekularizmëve, në rastin konkret derisa po flasum për Ataturkun, duhet lexuar vetëm brenda kontekstit ideologjik. Që të dy palët paraqesin teza, deklarata, shpjegime dhe mlefe e nxitje të tyre të pakontrolluara, të cilat shikuar shkencërisht janë të papranueshme. Andaj po them, qasjet e sekularizmëve, glorifikimet e sekularizmëve dhe kritikat e islamistëve merrni, lexoni dhe e regjistroni vetëm brenda kontekstit ideologjik. Ataturku ishte një reformator, ishte modernizues, ishte strateg ushtarak dhe politik, por në të njëjtën kohë ishte autoritar, shumë herë diktator, i pa kompromis, e herë i pamëshirshëm në imponimin e vizionit të tij, sidomos kur ishte në pyetje feja islame dhe trashëgimia kulturore fetare e kombit turk. Megjithatë, duhet thënë edhe këtë se kur them feja islame, ta kuptoni se gati se të njëjtën qasje e kishte edhe ndaj feve tjera, edhe ndaj komuniteteve fetare të tjera, të krishtere dhe hebreje, siç do ta shohim pak më vonë. Kush është ky njeri? Si quhet? A është shqiptar? A është dënme? A është hebrej? A është turk? A është melez? A është evropian? A është çfarë është ky njeri? Emri i vërtet i Mustafa Kemal Pash Ataturkut është, sipas regjistrave, kur regjistrohet pas lindjes, emri i tij është Mustafa. Derisa ishte në shkollë të mesme, për shkak të aftësive të tij shumë më të avancuara se të nxënësve të tjerë në klasën e tij, mësuesi i matematikës i jep edhe
pseudonimin apo emrin Kemal. Dhe nga Mustafa bëhet Mustafa Kemal. Fjala Kemal në gjuhën arabe dënë të thot i pjekur mjaftueshëm, i zoti, i plotësuar, i pamangësi dhe i perfeksionuar. Ashtu e shehte profesori i matematikës. Përpara, pra, edhe përgjatë kohës së perandorisë osmane, për ata të cilët nuk e din dhe nuk kanë pas mundësinë ta lexojnë literaturën dhe kulturën islame, njerëzit në atë kohë, pra edhe në kohën e perandorisë osmane, mbase deri në vitin 1934 në Turqi, njerëzit nuk kanë pas mbiemra, por janë quajtur sipas traditës arabe islame në emër të babait e ndonjëherë nëse ka qenë i shquar me diçka edhe në emën të kabiles ose vendit ku ka lindur. Në Turqi, kjo ka vazhduar deri në vitin 1934 e pastaj me kushtetut vendose që emërtimi i njerëzve në librat e amzës të bëhet sipas traditës perëndimore, pra emri dhe mbiemri. Tek arabët edhe sot e kësaj dite vazhdon e njëjta traditë siç ka qenë më parë. Do me thonë miq, emri i plot i Ataturkut ishte në vegjeli në regjistra në amzën e tij Ali Ollu Mustafa. Mustafa i biri i Aliut. Titullin Ataturk sigurisht jo intereson, që dënë të thët ati i turqve, babai i turqve, i jepet me ligj nga parlamenti i madh kombëtar i Turqisë me datë 24 nëntor të vitit 1934. Me ligj, po në atë seancë të parlamentit të Turqisë, vendoset që askush tjetër në Turqi të mos e mban mbi emrin e tij apo pseudonimin e tij Ataturku. Çfarë prejardhje ka Kemal Ataturku? Mustafa Kemal Ataturku apo Mustafa Kemali lind në Selanik në vitin 1881 në një familje të shtresës mesatare osmane. Babai i tij, Ali Riza Efendiu, po punonte në administratën tatimore shtetnore, por që e kishte edhe një biznes të vetin tregti me drunja. Nëna e tij, Zubejde Hanum, vinte nga një familje fshatare e devotshme muslimane, në familjen e së cilës kishte pasur për gjatë 200-300 vjet hoxhallar dhe dietar të njohur, të cilët mbase kishin ligjeruar edhe në për shkollat, medreset dhe universitetet e atëhershme osmane. Siç ndodh gati gjithherë me personalitetet të shquara në botë, qofshin shkencore, historike, politike, të jetë një ftyrë eminente, edhe në rastin konkret për Ataturkun janë paraqitur teori të ndryshme në lidhje me prejardhjen dhe ideologjin e tij. Një numër i madh i këtyre teorive janë të pa baza, janë kontradiktore, janë me ngjyrime konspiracioniste, sa që Ataturkun e bëjnë një ndër fytyrat, emrat më të diskutueshëm në 200 vjetët e fundit në cilin do cep të botës. Disa autor grek dhe hebrejnë shkruajnë se Ataturku i përkiste komuniteteve sabateiste
të Selanikut dhe vinte prej grupës së quajtur dënme. E keni dëgjuar këta, e kemi lexuar sigurisht edhe në për burime shqiptare. Megjithatë, asnjë provë dokumentare serioze nuk vërteton se ai ishte prej dënme. Nëse më lejoni, jo digresion, por plotësimi i asaj që do ta them tani dhe që të kuptohet ma vonë, t'ja shpjegoj se çfarë janë dënme, çifutët apo hebrejt dënme. Fjala dënme, nga folja dënmek, dën të thot me u kthy, të kthyerit apo të konvertuarit. Dhe dënme është emërtim i një grupi fetar, etik, hebrej, i cili formohet në shekullin e 17 përgjatë perandorisë osmane nga pasuesit e Sabbatai Zevit. Sabbatai Zevi ishte një ftyrë mistike, i cili po jetonte në kohën e Sultan Mehmedit të katërt, dhe i cili nga frika prej sultani dhe nga frika e aktivitetit të tij, sidomos mistik, mos të flas fetar, mos të them fetar, po sidomos mistik, detyrohet që ta ndroj fejen botnisht dhe të njihet tani tutje si një musliman. Nga hebreizmi kalon, konvertohet, kthehet në musliman. Megjithëse që ky konvertim i Sabbatai Zevit ngjall dhe krijon përhap një krizë të madhe shpirtërore midis hebrejve të perandorisë osmane dhe gjithandej në botë, një pjesë e pasuesve të tij vendosin që ta ndjekin atë edhe pasi të marrin vesh se është konvertuar në islam. Arsyet dihen. Kështu, nga këta njerëz formohet komuniteti, apo grupa, apo medhebi, apo quaje si të duash, me emrin dënme. Gjithashtu, miq, me dënme quhen hebrejt e islamizuar edhe në vendet e tjera tani e tutje, që islamizohen, e pranojnë fenë islame, konvertohen në islam, në publik, por që privatisht mbeten sabateist. Kryesisht, për të jetuar brenda perandorisë osmane dhe për të ikur ndrydhjeve apo persekutimeve të mundshme, këta njerëz, kjo familje njerëzish, kjo grup njerëzish, e mbajnë vazhdimisht identitetin e tyre dual. Çfarë është ai? Publikisht jetonin si musliman osman, martoheshin vetëm mes vete, quheshin me emra musliman, ishin të arsimuar skajshmërisht, tregtar të shquar, byrokrat, por edhe kishte nga ata të cilët studionin në për shkollat dhe medreset islame. Aq thellë nga brenda punonin dhe aq fort kamuflazh nga jashtë kishin, sa pas një brezi më askush nuk e dinte, nëse nuk i njihte në person, se çfarë ishte ky njeri. Nga ana tjetër, nëse publikisht ishin të tillë, privatisht, ndonse jo hebrenjë tradicional, këta edhe më tutje tani e ruanin atë që quhet halaka, një lidhje e brendshme ndërmjet tyre, i ruanin dhe i promovonin interpretimet mistike sabateiste, si dhe të gjitha ritualet e tyre i mbanin nëpër dhoma të errta apo nëpër bodrume të shtëpive të tyre. Me kalimin e kohës dënme, nuk po e zgjas ma shumë, edhe pse këto ka mujt me u bën një temë e veçantë për dënme, nëse jeni të interesuar, më shkruani në komente dhe mund ta bëj. Dënmet më pastaj
ndahen në dën me Izmirli, dën me Jakubi dhe dën me Karakash. Të parët i takojnë grupit të hebrejve apo të sabateistëve që ishin shpërngulur nga Selaniki në Izmir. Të dytët janë pasuesit e Jakub Çelebiut, që përvetsojnë elemente dhe identitete heterodokse, ndërsa Karakashët janë grupi më konservator, i cili shumë herë ju ka prish punë këtyre dyja të parave, duke dalë botnisht dhe duke thënë se ata ishin sabateist apo hebrej. Nga shekulli 18 deri në shekullin 20, Selaniku bëhet qendra kryesore e dënëve. Krijuan shkolla moderne, rrjete të forta biznesit tregtare, ushtruan ndikim të fortë në jetën qytetare dhe luajtën një rol të rëndësishëm në reformimin osman. Dënmet patën ndikim disproporcional në zhvillimin e ideve progresiste brenda strukturës politike dhe kulturore intelektuale të perandërisë osmane, nxitën idet e sekularizmit në mesin apo në perandërinë osmane dhe janë ata të cilët e nisin, e frymëzojnë, e mbështesin dhe e financojnë lëvizjen e Gjon Turqve. Pas rënjes së Selanikut në luftrat e Ballkanit 1912-1913, shumica dërmuese e dënëve shpërngulen në Stamboll dhe Izmir. Në Turqinë moderne, pas themelimit të nga Kemal Ataturku, aktualiteti i tyre është shumë delikat dhe problematik në Turqi. Mos të them si një numër i entiteteve të ndryshme jo shqiptare në Shqipëri, të cilve me ligj ju ndalohet të shkruhen sipas përkatësisë etnike, por detyrohen të shkruhen vetëm si shqiptar dhe më pastaj, nuk po them se kanë bo dhe po bojnë shere, por mund të jenë një fuqi potenciale që mund të dëmtojnë kulturën, etnin, thesarin, fen, bashkjetesën ndër shqiptare. Regjimi republikan të cilin e imponon Mustafa Kemal Ataturku nuk lejon ekzistimin e komuniteteve të fshehta të cilës do fe. Mbase nuk lejon as aktivitetet e komunitetit musliman, kryesisht atyre të tarikateve mistike apo të savufit. Nga këto kuptojeni edhe pse Teqja Bektashiane detyrohet të lëshoj Turqin dhe të vendoset në Shqipëri. Pra, përveç sabateistëve, edhe Bektashianet, edhe komunitetet tjera fetare, ose detyrohen të shuhen, ose të ndrojnë lëkurën e tyre dhe të ruajnë brendësin, ose të lëshojnë vendin. Një numër i madh që e lidha pak me Shqipëri, e qëtyre dënëve figurativisht nga pamja e jashtme asimilohen gradualisht në turq, amo në cilët turq, vetëm në turq sekular Orban. Në Turqi quhen me një farë fjale e përdorin turqit sosiete. Sosiete me përkthyn gjuhën shqipe nuk ka përkthim adekuat, por janë shtresa urbane, sekulare, të cilët islamin e shohin shumica e tyre si pengesë e prosperitetit të kombit turk, të turqve, të qytetarëve të Turqisë
dhe të Turqisë në përgjithësi. Vizioni i këtyre societeve që janë të njohur si aktor të ndryshëm, si intelektual të ndryshëm dhe shtresat të tjera shoqërore, sociale në Turqi, synim dhe primat kryesor e kanë atë që e quajnë ilimunizmi evropian i domosdoshëm edhe për kombin turk dhe për Turqinë. Edhe një fjali për këta dënme miq, feja, teologjia, apo religioni, apo përmbajtja, struktura fetare e dënmëve, bazohet në atë kabalën hebraike, në judaizmin mesianik, se do të vi Mesia dhe do t'i shpëton ata dhe të gjitha fiset e kombët e popujt e botës, ose do t'i vë në shërbim të hebrejve, ose do t'i zhduk fare, bazohen në mistikën e brendshme sabateiste, i kanë simbolet e tyre të fshehta në anglisht non-orthodoxe dhe kanë tekstet të brendshme, ritualet të brendshme, liturgjike shumë të çuditshme. Sot, shumica e dënmeve që jetojnë në Izmir dhe në Stamboll, aty këto edhe në qytetet të tjera janë në pamje të asimiluar, por që përfaqësojnë shtresën më të njohur intelektuale të Turqisë. Republika Turke e kohës Kemal Atatürkut nuk i nje as një nga tarikatet, jo vetëm të fshehta, por edhe ato që vepronin botnisht. Kjo është teoria e parë nëse Kemal Atatürku ishte për dënme. E them vetëm një fjalim, falni, se burimet të cilat flasin në favor të qenurit të Atatürkut dënme janë tepër të dobta, janë kontraverse, nuk qëndrojnë shkencërisht dhe më tepër janë brom material mallzeme për konspiracionistët me i mashtruar njerëzit. Një burim tjetër thot se Kemal Atatürku ishte hebrej, me prejardhje hebreje, i ngjizur pastaj me jetën kulturore osmane të Selanikut, Manastirit dhe Stambollit më pastaj. Ka të tjerë të cilët, e që juve ju intereson më së shumti në rastin konkret, të cilët thonë se Kemal Atatürku ishte shqiptar. Ka libra, shkrime, studime nga historian Beqirmeta Arben Puto dhe shumë të tjerë në përjetë sociale dhe të ngjashëm që shkruajnë se Selaniku me rrethin atë botë ishte i banuar më së shumti me shqiptar, ku Mustafa Kemali kishte një afërsi të madhe me Fethi Okjarin, një personalitet i shquar i atëhershëm i Selanikut, e që në fakt ky Okjari ishte shqiptar me bab e nan. Ka historian turq që thonë se jo babai e Atatürkut, por vetëm nëna e Atatürkut mund të ketë pasur rrënjë shqiptare. Megjithatë, edhe kjo teori mbetet e paprovuar mbase edhe në dokumentacionin dhe arkivat osmane. Mendimi im që në start e them se është shumë vështirë të verifikohet prejardhja etnike e një personaliteti të shquar që ka jetuar në botën në kohën e perandorisë osmane. Sepse, si thash, mbi emrat nuk i kam pas, por janë shquar në bazë të në emën të babait të tij, sikur ky Mustafa i biri i Aliut,
Aliu i biri i këti, si kur në arabisht ibn, an, dhe në fund përmendet vendlindja ku ka linden, apo ku ka jetuar, apo si pas një profesioni. Bazuar në këtë regull strikt, historik, të kohës së Perandërisë Osmane, është shumë vështirë të vërtetohet prejardhja shqiptare e Kemal Ataturkut. Edhe jo, ndoshta ma shumë se unë të interesuarit, keni has në lloj shkrimi, jo i Prishtinës, jo i Tetovës, jo i Bilaqit, të Preshevës, jo atje Kakavaja, jo Kashkumbini, jo i Selanikut, jo sene, por teoritë të cilat flasin rreth kësaj janë ose shpërfaqe një entuziazmi që të përvecohet një personalitet i cili e ka bërë Turqien moderne, e në këtë grupë ma shumë janë këta me frim sekulariste t'i quaj, se këtyre shka janë me predispozita konservatore islame, edhe me javë qitë në takom, edhe me javë shtin kulet nuk e pranojnë, se ka qenë një anti-islamist si pas tyre, dhe grupa e dytë që thonë se ka qenë me prejardhje shqiptare, është ajo e cila i merë për bazë shkollimin, ka pak e ka njohur gjuhën shqipe, ka ingjizime kur flet në gjuhën shqipe, dhe për shkak se është shkolluar në manastir, në Bitolin, si që e quajnë Maqedonasët. Këto do të bëj pa tjetër një sqarim. Të nderuar, e kam thonë edhe përpara, kultura është tërësia e entiteteve, elementeve, të cilat një entitet, një etni e dallojnë nga një etni tjetër. Gjuha, pritjet në deka, darsmat, mënyrat e ushqyerit, mënyra e pritjes e musafirit, e përcjelljes e musafirit, mbase mënyra e të menduarit, mënyra e shfaqjes së tij në vende publike, ruajtja e pronës publike, ruajtja e pronës private, dallimet mes kësaj dhe kësaj, si tërsi këto elemente e përbëjnë atë që quhet kulturë. Kultura është ajo që e dallon një etni, një popull, një këmbë prej etnisë, popullit a kombit tjetër. Megjithatë, për te kulturës ekziston diçka që quhet qytetnim, civilizim. Çfarë është civilizimi? Janë dy definicione, dy përkufizime kryesore. Një thëtë se civilizimi për te të qenurit kulturë, ma shumë në ato kuptimin ideal, civilizimi është edhe e arritura teknologjike, dhe kjo është përkufizimi më i dopt i mund shumë, por qytetnimi është tërësia e kulturave të ndryshme, të etnive, kombeve dhe popojve të ndryshme, që veprojnë, ndërveprojnë, komunikojnë në një pullaz të caktuar. Për shembull, qytetnimi perëndimor thuhet se themelet i ka tek Helenët, tek filozofia greke andej, është zhvilluar pastaj në trollin e Evropës, ka deportue edhe në kontinentin e Amerikës për te Atlantikut, dhe sot udhhiqet nga ajo që quhet inteligjencia, kulturat evropiane të avancuara, e sidomos ato anglosaksone, Britania dhe Shëbaja. Bazuar në qëtë përkufizim, se civilizimi është tërësia e kulturave të ndryshme dhe dominante është aty, apo udhhiqet ky civilizim nga kultura më e fuqishme, dominuese ndaj të gjitha kulturave përbërse të aty qytetrimi, nxjerrim dy konkluza. Se brenda qytetrimit perëndimor ka edhe musliman, janë edhe japonezët, mund të jenë indianët, bile indianët me shumicë, ata për nga regioni ku jetojnë, e ato adetet e tyre të çmendura
me i besu e me i rënë se është dhe lopës kur t'ju mshën shkelëm të rive, janë azjatik, po ajo mendesia intelektuale e tyre, orientimi i tyre është pra perëndimor në mënyrë ekstreme si ndoshta asnjë kom tjetër në botë. Gjysa e indianëve ka të flasin indisht, shtin fjalë angleze, gjysën e përdorin anglisht, gjysën e përdorin ato gjusha i kanë 5-60 gjuhë indiane. Pra, bazuar në qëta, kuptojmë se qytetërim perëndimor konsiderohet edhe Japonia, nëse i mbështet idet, sistemin e jetës, teknologjisë, kulturës, intelektuales, perëndimore anglosaksone dhe evropiane si e prosperuar e përparuar, dhe në të njëjtën kohë them se në brenda qytetërimit, që thash dy konkluza, brenda qytetërimit për të mbijetuar një kulturë qytetërimit, apo agresivitetit, apo globalizmit, apo dhëmbëve, kthetrave të qytetërimit, kultura kombëtare, etnike e një populli do të avancohet sa më shumë. Pra, raportet proporcionale, apo lidhjet relative, midis kulturës dhe civilizimit janë kontradiktore. Sa më e fortë jetë kultura e një kombi, aq më pak ndikimi i civilizimit ushtrohet mbi të, dhe sa më e dobët të jetë kultura e një populli, aq më shumë kulturat e tjera në ambrellën e qytetërimit interferojnë në kulturën e një kombi. Për këtë arsye, kur e kam shpjeguar shkurtazi një herë më para, shqiptarët në asnjë mënyrë nuk do të heqin dorë nga themelet e kulturës së vet. Si sekularistët, si islamistët duhet ta ruajnë atë që është tradicionale e tyre. I kam përmend çajtorët, gjelltorët, kafehanet, mënyra e darsmave, e dekave, e pritjeve, e të pamëve, e të veshurit, e pritjes e musafirit, me vetë 2 herë 3, qysh je si je, pastaj me vludet, qelimet, mënyra e namazit, e xhamive, krejt këto janë entitete apo copza të mozaikut të asaj që quhet kulturë shqiptare. Këta menjanë si islamist dhe këta si sekularist, duke i sulmuar qëto në mënyrë të pavedishme, ata e dobësojnë imunitetin e kulturës shqiptare karshi 2 drejtimeve që i vinë si uragane nga jashtë. Kultura perëndimore dhe kultura arabe islame. Pra, ta forcosh kulturën tënde nuk do të thotë se ti je në luftë me qytetërimin, jo, përkundrazi, i ndihmon qytetërimit me diçka që është burimore, kulturore e vlefshme edhe për kultura tjera pjesë të civilizimit. Pra, miq, tek rasti i Kemal Ataturkut është shumë vështirë të dije se çfarë ishte, sepse sidomos Selaniku, por edhe manastiri, miq, edhe manastiri ishin vende që i përkisnin civilizimit Osman, për nga struktura kulturore e etnive dhe popujve që jetonin aty. Në Selanik që shtojnë 77.000 lete jenë konë. Të gjithë kanë ndërvepruar si kultura të pavarura, por që kanë frymue në çadrën, ambrellën e qytetërimit Osman. Qytetërimi Osman nuk është qytetërim turk, të na, historianët mashtrus, me mendesi slavo-ruso-sërbe komuniste. Perandorin Osmane e cilsojnë, s'pohin ato në pushtu se shliruse, e cilsojnë ose Turqien e tanishme si diçka e perandorisë Osmane e dëmshme për neve e sene këta islamofobat. Perandoria Osmane, sa ka qenë turke, po aq ka qenë shqiptare, po aq ka qenë çerkeze, po aq ka qenë
bulgare ta quaj islame, rumune, bosnjake, tatare, arabe, persiane dhe të tjera, sepse fryma e përgjithshme ka qenë perandorake, ndërsa etninit përbërse të kësaj perandëria ndërto ka qenë edhe etnia apo kombi apo populli shqiptar. Shkëputja e shqiptarve nga pjesa e të qenurit pjesë integrale e perandërisë osmane është kriminalitet. Me pas, s'po thëm legja sana, kjo do të dënohet nga të gjithë, dhe të pare do të ngrisin zërin kundër kësaj tendence pikërisht historianët, sepse është kultur 500 vjeçare e dhënjes son për një perandori e cila ka pas thuajse 1/3 e botës në dorë. Manastiri miq dhe Selanikë kanë qenë të këtilla. Fryma perandorake, qytetrimore, qytetnuse e perandorisë osmane me etni të tjera. Është vështirë të vërtetohet. Unë tash strikt mendimi jam në lidhje me prejardhjen shqiptare të Ataturkut dyshoj. Dhe 99% thëmë se nuk ka qenë shqiptar, e 1% javlan që ty në teorive të ndryshme bla bla bla. Si do që tjetë. Teoria më e fuqishme dhe versioni më i mbështetur, shkencor, nga shumica e historianëve perëndimor, jo vetëm turq, është se Ataturku ishte me etni turke. U krye kjo punë. Vazhdojmë më tetje. Që ky Ataturk, i lindur në Selanik, shkaboni derisa erdh edhe u bohe, ja që shtojnë islamistët, ja që shtojnë sekularistët. Mustafa Kemali, ose Mustafa i biri i Alijut, studion, fillon shkollimin e tij në shkollën ushtarake të Selanikut, pastaj në shkollën e lartë ushtarake të manastirit, pastaj e vazhdon studimet dhe i përfundon me një sukses shembullor në Akademinë Ushtarake të Stambollit. Edhe një fjali për Selanikin, edhe një fjali për manastirin. Ajo ka qenë për perandërinë osmane të atëshme, sikur sot për Kosovën të zonë Prizreni, Gilani, ose Dugagjini, Anamorava, Lapi dhe të ngjashme. Provinca të një shteti të caktuar. Në këto provinca, për shkak të rrethonave gjeografike, historike, strategjike, disa prej tyre janë avancu, janë zhvillue, e që faktor mund të jenë edhe bite asaj province, ati qyteti, që kanë ndihmuar nëpërmes shkollimit të kthehen aty dhe të avancojnë vendimjen e tyre, ose janë zhvilluar për shkak të rrugëve tregtare. Selanikë, për shkak të pozitës strategjike në Greqinë e tanishme, zhvillohet për shkak të pozicionit strategjik, ndërsa Bitoli për shkak të njerëzve intelektual të cilët kanë dalë nga shkollat e manastirit për një kohë të gjatë. Jo vetëm pasi bëhet shkolla shqipe, por nga medreset në të cilët kanë mësuar dhe studiuar shqiptar, do më thënë, qytetar të perandërisë osmane me etni shqiptare aty, por në manastir kanë studiuar njerëz edhe prej Indonezisë, edhe prej Egjiptit, edhe prej Kaukazit, edhe prej Bullgarisë, edhe prej Bosnjës, ka qenë një gur intelektuale e kohës perandërisë osmane. Në manastir pra ka qenë edhe shkolla e lartë, e mesme e lartë ushtarake. Masi ti kryen, edhe dishka, manastiri, për dalim nga Selanikë, si një vend ku ka mugullu tregtia, deti afër sene, manastiri ka qenë gur, pelg, i pafund,
i kulturave të ndryshme të cilat po, mos thëmë po ballafaqoheshin, ka njëherë po, por po bashkëvepronin dhe bashkëpunonin mes vete, kultura. Nga njëra anë kultura islame, osmane, arabe, medreset e forta dhe nga ana tjetër kultura perëndimore e akomoduar aty. Një pell ku po ndërvepronin dhe ndërluftonin mes vete për dominancë, jo dominancë, po për konkurencë kulturore dhe kjo është mase e natyrshme midis kulturave. Bile kjo konkurenca, lufta edhe midis bubrecave është miq, edhe midis insekteve, lufta për brenda llojit ose në mes llojeve për dominancë, për konkurencë, për ushqim, për ato, është natyrë e qenjeve të gjalla. Në qëtë ko, sa ka qenë Ataturku në manastir, përveçon ide të shumta iluministe, e lexon pozitivizmin, i njohur ka qenë me shpjegimet e tij të shkollës së Vjenës, pastaj të shkollës së Frankfurtit në logjik dhe filozofi. Ataturku nuk ka qenë që dikush menon se hajt vëlla e ka nisë, të i ka prej Hoxhallarti ka bo xhamiat. Keni mengu tash pak më poshtë. Dhe në Bitol, në manastir, tek ai mbillet edhe ajo ideja e nacionalizmit, të cilin bashkë që ta dënmet kishin fillu me përhap me të madhe në botën islame të atëhershme. Shkolla Zosimeja e Janinës miq është shkollë të cilën e financojnë, e frymëzojnë dhe e mbajnë disa individ, fytyra eminente të cilët kanë qenë pjesë e kësaj strukture apo komunitetit dënme. Dhe në Zosimeja të Janinës, nga ku dalin poetët tanë më të shquar, aty burojnë idet nacionaliste, anti-shtetnore osmane, më thëmë anti-islame, dhe këta nacionalist shqiptar më pastaj, dikur e shohin sherrin vetë vetës, edhe shqiptarët javë shohin sherrin, atëre kur bashkërenditen me kombet slave të Ballkanit dhe së bashku me slavët e me rusët e me grekët i luftojnë osmanët sepse i mashtrojnë ata që quhen bashkimi i atëhershëm apo Gjon Turqit, të cilët siç thash në fillim janë prodhime të dënmeve, prodhimeve të ideve të Sabatai Zevit për përhapjen e nacionalizmave në kohezionin e paprekshëm deri atëherë të shoqërisë osmane. Dhe nacionalizmat pastaj janë mashat kryesore të cilat e rrëzojnë perandorinë osmane. Në këtë kohë, pra Ataturku frymëzohet me ide nacionaliste. Pas përfundimit të Akademisë Ushtarake në Stamboll, Ataturku emrohet apo janis me punue si oficer në ushtrin e perandorisë osmane, në ushtrin islame, sa nuk bje hop si president i Turqisë. Midis viteve 1911-1912 emrohet për komandant i divizionit të Tripolit, ku lufton përgjakshëm kundër pushtimit italian të Libis atëherë. Pastaj, merr pjesë në luftrat balkanike 1912-1913 si komandant i divizionit balkanik të perandorisë osmane dhe aty e përjeton thellë humbjen e betejës me slavët. Dhe në këtë kohë Kemal Ataturku fillon të mendoj se është koha për të bërë reforma ushtarake brenda armatës së perandorisë osmane dhe reforma të përgjithshme sociale dhe politike. To kam bo 45 minuta. Pastaj, miq, Kemal Ataturku, Kemal Pasha quhet, General Pasha, do të thot general, ma e një men këte,
Pasha, pash dhe thot general në gjuhën shqipe. Mustafa Kemal Pasha merr pjesë dhe është komandanti kryesor i betejës së Çanakkale's apo Gallipolit në vitin 1950. Në vitin 1912 dhe në vitin 1913 pason depresion nga humbja e dhimbshme, kur ishe se çfarë bëjnë slavët mbi muslimanët e Ballkanit, turqit, shqiptarët, bosnjakët, si i ngulin në hoj të gjallë, si javmarin kafshët, gratë, fëmijët, si i prejnë bashkë si kur kingjat, si kurbanat, si kur dele që prehen ditën e Kurban Bajramit, i sheh me sytë e tij dhe ushtarakët e tij, komandantet e tij e informojnë se në filon venin gjetëm qikaq koka, në filon venin qikaq masakra dhe të ngjashme. Megjithatë, në betejën e Çanakkale's, Gallipolit, në vitin 1915, ushtria e perandorisë osmane kor një fitore spektakolare që konsiderohet qëndresa apo forca ruajtëse më e madhe deri atëherë e perandorisë osmane, dhe mbi të cilën kala, mbi të cilën betej vihen në mënyrë ideore themelet e Turqisë së ardhshme. Fiton Kemal Atatürku, Kemal Pasha, Mustafa Kemal Pasha, dhe shpallet hero kombëtar me një amblema, si i thuhet asaj, që i njohet këto një generalit të madh nga vetë sultani. Rënja e perandorisë osmane më pastaj, pas fitores aty dhe pas shpalljes për hero kombëtar, sultani Kemal Atatürkun e emëron për komandant i ushtrisë osmane në frontin e Kaukazit, lufta ruso-turke, ruso-osmane, ndër më të përgjakshmet në histori, dhe pastaj edhe në këtë frontin e Sirisë, në të cilën Kemal Atatürku po luftonte me arabët e shitur shpirtërisht, të cilët po i nxitnin sidomos perandoria britanike për të shem perandorinë osmane. Lufta më e madhe pas qësaj e Çanakkale's, ku vdesin 270.000 ushtar aty, megjithatë i mundin britanikët dhe australianët prej Australisë vinë me luftue aty. Me një forme, lufta e Çanakkale's ka qenë luftë midis muslimanëve dhe të krishterëve, sikur luftë e kryqëzatave, miq. Fitojnë muslimanët këta aty, dhe Atatürku natyrisht perandoria osmane, një numër jo të vogël të shqiptarëve vullnetshëm shkojnë me luftue në Çanakkale. Ka shifra se aty kanë vdekur 50.000 shqiptar. Po apet, po thash në fillim, ne jemi të folë të mënyrë objektive, miq. S'po dojmë as për hatër dikuj, as për inati tjetrit. Është shumë vështirë me u ditë se ata 50.000 a janë prej me shqiptare shka janë. Shtirë është, shumë shtirë, megjithatë një numër në mira shqiptar që dihen me emna, me mbjemna, me familje, i biri këti, kanë rënë dëshmor shahid tek Allahu i madhreshëm në betejën e Çanakkale's. Beteja e Sirisë, apo me qujtën fronti i Sirisë, konsiderohet i dyti më i rëndësishme në 50 vjet e fundit të jetës së perandorisë osmane, dhe menjëherë pasaj është beteja e Kavkazit apo fronti i Kavkazit. Në të trija këto beteja, Kemal Atatürku është komandanti kryesor. Ra perandoria osmane, miq, qysh po shkojnë, ra perandoria osmane, edhe tash erdh koha me enda. Është një farë pjesa aty shumë interesante, që kisha pas qef me përmen, po koha. Mbahet marrëveshja apo traktati i Sevres, që është nga të Parisit. Mos thëmë kum pi kafe në atë vend aty,
në një vend tash është si muze, me piktura, me galeri artesh, jo muze. Në vitin 1920, sultani, Perandoria Osmane e nënshkruan një dokument për ndarjen, detyrohet me nënshkrue për ndarjen e shtetit Osman, shtetit Islam, në këtë traktatin e Sevrës. Dhe Kemal Pasha, Mustafa Kemal Pasha, më vonë Ataturku, është ai i cili e refuzon marrëveshjen e Sevrës, ndahet nga sultani, i thet sultanit, unë nuk muj të jam komandant i ushtrisë tënde, që e nënshkruan ti një dokument edhe e bën Turqien, e lan Turqien, vish 30% sa është Turqia e tanishme. Ankara e përpjet në tonë, deri te Karsi, që aty e marin armenet, anglezët, britanikët, edhe zuza e grekve, jo Delreni edhe këtyne me marë Izmirin dhe pjesë më të pasura të Turqisë. Ndahet Kemal Ataturku edhe e themelon frontin e Anadolit dhe e fillon luftën më pastaj, pas vitit 1920, luftat më të përgjakshme që njihen për gjatë gjithë kohës së Perandorisë Osmane. Ataturku tash nuk e lifton sultani që e shpjegojnë dallashtena dhe qëllim shumë, tendencios, por lufton kundër britanikëve, kundër rusëve, kundër grekëve, kundër të gjitha fuqive, të cilët po dëshironin ta ndanin dhe ta zhdoknin Turqinë si mbetje e Perandorisë Osmane nga harta gjeografike. Lufta për pavarësi mes viteve 1919, 1923, të cilat i udhëheq Ataturku e ngjallin lëvizjen kombëtare turke dhe në Kongresin e Erzurumit dhe të Sivasit. E më pastaj në vitin 1921 në kuvendin e Ankaras, Ataturku e shpall formimin e qeverisë alternative që e konsideronte veten si autoriteti i vetëm i përfaqësimit të popullit turk larg ndikimit të sultanit. Pas fitores së madhe të Sakarjes në vitin 1923 dhe me fillimin e ofanzivës nëpër Anadol në vitin 1922, Mustafa Kemal Pasha, generali Mustafa Kemali, vërshon edhe drejt pjesës perëndimore të Turqisë, edhe vjen në Izmir dhe asnjë grek nuk e le aty. Hiç. I dëbon krejt prej atyrit, por nuk i vret. Më pastaj Turqia e nënshkruan një marrëveshje të cilën shqiptarët, historianët islamofob tek ne, me mendësi slave, ruse, serbo, komuniste, thojnë se Turqia ka bo marrëveshje me Serbin, me Jugoslavin, me i marrën, me i dëbue shqiptar. Kjo është rën e kulluar, kjo është mashtrim, kjo është idiotizëm shkencor, mos thëm akademik, s'ka të bëj me ato. Marrëveshjen të cilën Ataturku fillimisht, ky ka vdek vitin 1933, që e bën me Greqien dhe vendet e Ballkanit për transferimin e popullatave të tyre. Grekët të shkojnë në Greqi, të krishterët ortodoks të shkojnë në Serbi, në Rusi, muslimanët pastaj, shqiptare, bosnjake, pomake, qipriote të tjerë, që dëshirojnë të shkojnë në Turqi, lidhet marrëveshja dhe edimi atë historinë e tyre. Me datë 29 tetor të vitit 1923 shpallet Republika e Turqisë e Kemal Ataturkut. Çfarë janë ndërveprimet apo aktet të cilat mas shumti kanë ngjall, ose glorifikimin tek sekularistët, ose pezmatimin tek muslimanët? Po i numroj këto dhe po e përfundoj temën duke kërkuar ndjes për zgjatje. Nuk e kam pritë se do t'jetë përmi 50 minuta, por me sa doli më shumë. Nejse,
E keqja e madhe që shihet nga ana e muslimanëve është rrëzimi i halifatit me 3 mars të vitit 1923. Pastaj, zëvendësimi i sheriatit me kodet civile dhe penale zvicerane dhe italiane. Pastaj, barazia ligjore e burrit dhe grua sipas ligjeve dhe kodeve evropiane. Pastaj, ndalimi i poligamis. Të gjitha këto janë vendime të cilat i merr Ataturku pas shpalljes së Republikës së Turqisë. Pastaj, fillimi i reformave arsimore, ku arsimi bëhet laik i detyrueshëm dhe shtetnor. Pastaj, mbyllen të gjitha medreset evidente deri atëherë në territorin e krijuar të Republikës së Turqisë. Në vitin 1928, shkrimi i deri atëhershëm arab zëvendësohet me shkronja me alfabet laik, dhe kjo është ta quaj tragedia për atë moment, për sot më nuk po dije, po për atë moment, me ndryshimin e alfabetit arab në alfabetin latin, ka studime që flasin se për një natë Ataturku një kom të tërë e shndran prej 98% që kanë ditë shkrim lexim në 96% analfabet. Prej zerës janë nisën me shkrue, zati që kjo Turqi që është e tanishme, ajo mendësia shtetnore e sene është që 2000 vjetë të tepër, por shtet është 100 vjetë, dhe për 100 vjetë sa ka mrije, ju jeni vetë dëshmitar. Pastaj miq, mbyllen medreset, shkrimi laik, fillojnë reformat kulturore dhe identitare ku feja definitivisht ndahet nga shteti si me sakic, por në mënyrë shumë të ashpër, jo në një formë sekulariste laike franceze amerikane. Pastaj ndryshohet mënyra e veshjes ku fesi ndalohet me ligj, ndërsa shapka bëhet e detyrueshme me ligj për çdo mashkull mbi moshën 9 vjeçare. Pastaj fillojnë gratë me fitue të drejten e votës dhe kandidimit në poste politike, që ta dini shumë më herët se shumë vende evropiane. Pastaj ndalohet me ligj bartja e ferexhes, asaj të zezës. Pastaj lejohet shitblerja dhe pirja e alkoolit në vende publike. Pastaj lejohet dhe hapen me të madhe shtëpit publike, por, si që shqujt atër nën kontrolin e shtetit, se shaka muj shtetin me kontrolu një shtëpi publiku nuk e dije, po qashtu shkruan vllaviam aty. Pastaj fillojnë reforma ekonomike, do me thënë politika industrializuese ose etatizmi. Pastaj fillon hapja e bankave shtetërore dhe ndërtimi i industrisë kombëtare. Pastaj ndalohet kjo feja dhe falja e namazit në ushtri, një ushtar, një komandant, një oficer që është zani ka hëngër të i 40 vjetë borg. Pastaj ndalohet shamia rrëfsisht në institucione shtetërore dhe shkollat të larta. 17 fillon djegja e hoxhallarëve që po kundërshtonin politikat e reja. Një numër i madh i tyre burgosen dhe një numër i madh prej tyre zhduken si kur mos me pas egzistu fort. Është mas e vërtet se ka vra shumë. Por, kjo ana tjetër thot se i ka vra ata të cilët po e kundërshtonin një regjim të ri, një republik të re, që kishte vdekur vetvetio perandëria osmane dhe duhej me patjetër të krijohej një Turqi e tillë e cila nuk kishte fuqi më shumë se sa që ka bërë Ataturku. Dhe ky është mendimi im. Marrëveshja e Lozanës, miq, mbajeni mend, ju që e kundërshtoni dhe thoni se Ataturku s'ka qenë kështu e ka bovi sherr. Marrëveshja e Lozanës është imponim i Ataturkut, sepse ju çon selam shteteve të perendimore, se kena me kall krejt, edhe detin kena me ndrua në gjyren, kena me bo me kuq, por kamba juve nuk mundet me mbeten në qëtë territor ku jam unë e këto. Dhe nga marrëveshja e Sivrës, qaj 30% i Turqisë të tanishme, Ataturku është ai i cili e ka imponue mbajtjen e marrëveshjes së Lozanës
për 11 muaj rresht ka të luftu, ka që të çu delegacione dhe më pastaj në tetor të vitit 1923 nënshkruhet traktati i Lozanës me kushte qatë sa ka arritën me i fitu e pala turke, sepse nuk ka qenë pala turke vendimmarrësja, po qatë sa ka arrit me marë, Ataturku këndej me luft, Ismet Inënia dhe ekipi i tij atje me diplomaci. Pastaj fillon futja në sistemin arsimor turk, sistemi perëndimor ekskluzivisht i arsimit, pastaj fillon ndërprerja graduale e të gjitha lidhjeve me kombet dhe vendet arabe dhe muslimane, i detyruar, për mua tragjike, i detyruar tragjike, që Turqia më pastaj do të zhvillon një politik anti-islame, anti-arabe, por miq, jo anti-arabe në kuptimin etnik nacional, por anti-arabe në kuptim të anti-pan-islamizmit që ka qenë atëherë. Arabët më pastaj qëndrimin e Ataturkët, e këto islamistë të thonë se që jahuditi kanë shti, kjo është jahudi, kjo është dënme, Arabët më pastaj kur e shohin qëndrimin e Turqisë të Ataturkut anti-arab, a kë nuk ka qenë anti-arab, po ka qenë anti-pan-islamist, ata e fillojnë armiqsinë e tyre, sa ka pasën probleme të mëdha me Irakun, me Iranin njëherë, me Sirijen, me vendet tjera arabe, e blokojnë Turqijen, pastaj në 48 është shteti i parë islam që e nje Izraelin. Pastaj miq, fillon propaganda se kombi turk, pra kultura turke është pjesë e botës perëndimore, jo orientale siç ka qenë deri më tani, dhe se Ataturku fillon kinse ai ka shkruar, nuk e dije, se Orienti është prapambeturi e së kaluarës, prosperiteti është në modernitetin dhe kthime ka perëndimi dhe të ngjashme. Raportet e Netanjahut, raportet e Ataturkut me tri entitete duhet i përmendim me ka dy fjali. Ndaj hebrejve ka pas një politik pak si çuditshme, i ndalon aktivitetet e tyre, por ju thët, muni me nejt këto, unë ju mbroj, që ka mbrojt edhe Perandëria Osmane, mirë po, ju do të asimilonin në Turq, dhe në Turki vetëm një entitet është një turk dosh me u shkrue. Në raport me shqiptarët, ka dokumente të shkruara, studime, unë i kam lexuar një morisash, se ka pas raporte shumë të mira, me kohën me Shqipninë e kohës së Ahmet Zogut, se ka pasën afër vetë roje dhe troproja shqiptar, si që ka pas Sultan Abdulhamiti, Isa Boletinin dhe të tjerë, dhe në shkrimet të shumta, në fjalimet e tij të shumta, mbas edhe në parlamentin e madh të Turqisë, i lavdron shqiptarët se janë një popull fisnik, një popull i cili kombi turk, sikur edhe Perandërisë Osmane të atërshme, mund t'i sjell dhe i sjell vetëm të mira. E pranon bile i nxit, flet në favor të pavarësisë së një Shqipërie, nga që kjo Perandëri Osmane që ka qenë, është ndër shtetet e para që e ka njoftën Shqipërien, Turqia, është ndër shtetet që e kanë ndihmuar, megjithëse 10-15 vitet e para në Turqi as buk s'kan pas me hangër. Në raport me shqiptarët kështu, në raport me hebrejët kështu, ndërsa në raport me arabët nuk ka pas armiqësi me ta, por armiqësia e krijuar midis strukturës, midis trupit islam, që është përfaqësuar atëherë nga pan-islamizmi, nga halifati islam, Ataturku ka qenë kundër tij. A ka qenë anti-islamist? Nuk mund ta konsideroj anti-islamist. A ka qenë anti-institucioneve fetare islame? Po, ka shem medrese, i ka mbyll medreset, e ka ndalu xhamien, e ka ndrue ezanin, është ndrue ezanin në Turqi, në gjuhën turke bëhet, ka bërë gjërat të cilat i ka prek shpirtrat musliman dhe të cilat edhe sot e kësaj dite e ndjejnë vetin të pezmatuar.
Të gjitha këto që i përmenda, u mundova që brenda këtyre 55 minutave ta pasqyroj personalitetin e Ataturkut. Mendimi im personal. Megjithëse nuk flas unë ad hominem, shka po ta merr mendja për çet njeri, për babën tem o vëlla s'flas ashtu, për evladin tem nuk muj me fol, unë muj me fol për veprimtarinë e këtij e atij. Në përgjithësi, Ataturk është themeluesi i Turqisë moderne. Në rrethanat kur vepron Ataturku, do të duhej të ishte një tjetër sikuraj të marrohej pej lloçi, por patjetër një Mustafa Kemal Pash Ataturku. Ai e ka udhëheq lëvizjen për krijimin e Turqisë moderne. Mustafa Kemal Ataturku nuk është rënusi i perandorisë osmane. Perandoria osmane rënohet nga faktorë të tjerë. Ai ka qenë komandant general i ushtrisë osmane, që ka marrë pjesë në përfronte të ndryshme të cilat sapo i përmenda. Dhe themelet e shtetit, të cilat javnon Mustafa Kemal Pash Ataturku, janë këto themele të Turqisë të tanishme. Për këtë arsye, unë në pyetjen time që e kam bërë atje në status, se pse nuk guxojnë me e ndryshue, sepse me u prek Ataturku, preket shtetësia e Turqisë. Do të krijohet një regjiment, një ftyrë, një tokë, një shtet, prej zerës i ri, por jo kjo Turqia e tanishme. Për këtë arsye, me gjithë kritika që ja japin edhe Erdoganit, me gjithë kritika që ja kanë dhënë edhe Erbakanit, edhe njerëzve konservator islam brenda qeverive të ndryshme, edhe sot e kësaj dite shkojnë të varri i Ataturkut dhe i kryejnë ato ceremonit shtetnore të cilat janë shumë ma strikte se muslimanët kur shkojnë në qape. Muslimani mundet me ukruhe, mundet me lëviz, mundet me prek hunën, gojen, bust, me këshyr anash namaz para Allahut të madhrishëm, por aty të varri, taj si quhet Shqip, i Ataturkut, aty as miza nuk guxon me lëviz, as sët nuk guxojnë me lëviz. E kritikoj këtë qëndrim edhe të Erdoganit se po i bojnë ibadet shumë ma besueshëm e ma me zemër se që i bën Erdogani Zotit. Gjithsesi, summa summarum, miq, mendimi im pra personal është se po të mos ishte Ataturku, Mustafa Kemal Pash Ataturku, kombi turk do të dojë të marrënte një prej lloçi, por patjetër në ato rrethana të ishte një Mustafa Kemal Pash Ataturku. Deri në një shpjegim tjetër, natën e mirë, mirëmbëjtje dhe lutje që ta shpërndani sa më shumë këtë video, sepse mendoj se është me interes të madh që ta dëgjojnë së paku të gjithë shqiptarët. Natën e mirë.